Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës. Sonte kemi të ftuar opinionistin Dardan Krasniqi, ku do të flasim për krizën qeveritare dhe procesin e gjykatës speciale me shkret e luftës së ushtrisë lëndore të Kosovës. Përshëndetje Dardan, faleminderit që po gjen kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Vjen mirë që takohemi Rasim, faleminderit për ftesën, në shkënaqësi çdo herë me diskutu edhe me prej këto tema të cilat normalisht janë këgja shqetësim për edhe për opinionin, por edhe për Republikën tonë. Edhe një muaj e gjys edhe viti 2025 mbaron. Vit i cili identifikohet me krizë, me zgjedhje edhe me përplasje të kampeve të ndryshme të subjekteve politike. Për të hutur përgjegjësinë apo fajin herë në një anon, herë në anën tjetër. Si e keni pa këtë zvarritje të zgjatër të formimit të institucionit të Kosovës? Po ne edhe kemi diskutu në vazhdimsi këto tema edhe në studion tuaj edhe me juve kur jemi taku për kafe. Mendoj që shkaku i kësaj krize dhe i kësaj situate që tash u akumulu edhe kemi ardhur me një fryrje të madhe të këtij baloni që do të me pelcit një ditë. Me dhimbje thamë është shkaktar vetë lëvizjeve të vendosur për shkak që nuk ka arrit me kriju një farë standardet për të cilën i ka pas gjitha mundësit. Pra, lëvizjeve të vendosur me ardhen pushtet 2021 me gjithat numër të madh të votave të e kam thonë përsëris për opinionin se kur u kriju një farë gogoli se kemi ndaj ambivalencë ose kemi ndaj natim ndaj lëvizjeve të vendosur. Ne jemi njerëz dhe mujmi pas shqetësimet tona në raport me tash me një organizatë për cilën këgja kam rrugtu bashkë me ta, po pse është fajtore për arsye se ka pas shumicën parlamentare, ka pas qeverien vet, ka pas numrat vet, në një momentum kur edhe qytetarët për shkak që kanë prit ndryshim nuk kanë pas kërkesa të mëdha në raport me qeverisjen. Po ju siç e dini me krijimin e institucioneve 2021 televizjave të vendosur krijuar polarizim me secilin institucion edhe organizate media këtij vendi. Domethënë pa shkas, keq me sindikatat, keq me mediat, keq me zërin kritik, keq me opinionin publik, keq me faktorin ndërkombëtar, edhe kjo ka akumulu këtë gjendje për cilën me të vërtetë ky viti 2025 ka qenë shumë barë e rëndë për qytetarët, përveç ngërçit ju e peshin edhe lëvizjen e çmimeve, tash jeni në ngërç politik, ju e shihni që kemi krizë të buxhetit përveç krizës institucionale dhe llogarit Rasim ti edhe secili qytetar i këtij vendi me pagat që i merr, sot vështirë ka mja dal. Po llogarit nëse një muaj nuk e ke pagën e gjërë llogari edhe shes se çfarë problemi mundet me kriju secili qytetar. Edhe kjo çështje financiare në familjet tona gjithmonë është një farë hallke zinxhirore. Për arsye se ti kemi pagu fakturën, i shkakton dëm atij që s'ia pagun fakturën, i shkakton dëm atij që s'ia pagun kreditin, i shkakton dëm atij që ja ke marrë një hazim, domethënë është një farë hallke zinxhirore që në fundit secili qytetar i këtij vendi pa dallim politik ka me përjetu këtë farë krize që po del që siç po shihet edhe me deklarimin edhe të partive politike opozitare, po dhe me qasin që ka kriju lëvizjeve të vendosje, po duket që është e pashmangshme. Dardan, ne jemi thirrur të diskutojmë, të komentojmë, të japim opinionin për atë që shohim, që ajo që del në opinion. Por realisht shumë gjëra ndodhen ato që nuk shihen në veprime të ndryshme. Tani kur kemi një periudhë kohore nga prilli, kur është dashur të formohen institucione deri më tani, gjithë ky rrugtim ose nga 10 shkurti, nota 10 shkurti deri më këtë, a duket që zoti Kurti ka pasur interesim në afrimin e ndonjë subjekti politik, apo gjithherë ka qenë një farë lloj refuzuesi për afrimin me subjekte të ndryshme në ndonjë kompromisi? Janë dy figura të zotit Kurti për cilat unë i njoh mirë. Rrugtimi opozitor që kemi pas bashkë si aktivist edhe me qenë se
e kemi pas ka gjë një lidhje edhe të rrethona tash se kur ti po fol njerëzit po e marrin ata je familje, je kështu. Po është figura Zotit Kurti, për cilën ti po thu që normalisht na jena për me komentu situatën, edhe shumë mirë që ne i diskutojmë gjanat si fenomen. Ne kemi të diskutu është si fenomen, nuk kemi nevojë më bo me na kriju njerëzit armiq këtij veni, për arsye se te e shef që diçka nuk është në rregull. Aja Zotit Kurti, si opozitor dhe kjo si njeri veshën me sakon e pushtetit edhe me këto gjipat e zi është një dallim shumë i madh. Pra, unë e tham me dhimbje dhe me keqardhje, që Zoti Kurti është fajtori kryesor i këtij ngërçi që ka kriju. Domethënë, s'është lëvizja vetëvendosje, është vetë figura Zotit Kurti, për cilën edhe mas ardhjes pushtet në reformimin edhe në zgjedhjet e mëshme të lëvizjes vetëvendosje krijoi mekanizma, ata mekanizma janë njerëz, krijoi si grupacione për cilat nuk japin kritikë, edhe kjo është shumë e keqe për demokracinë, është e keqe për Zotin Kurti në radhë parë se e fundit ne këtu çka do të jetojmë janë se jetojmë në kohën e teknologjisë rësime dhe janë videot, janë incizimet, janë ato që ka thonë vetë Zoti Kurti dhe politikant me fjalën e tyne, janë dëshmia kryesore që sot ne i diskutojmë ato. Pra është fajtori kryesor Zoti Kurti, e thash se nuk ka zë kritikë edhe zë të zgjidhjeve të ngërshit me lëvizjet vetëvendosje. Pra Zoti Kurti është vetë kryeminist, Zoti Kurti është kryetori i lëvizjet vetëvendosje, Zoti Kurti është këshilli i përgjithshëm, Zoti Kurti është kryesia e lëvizjes vetëvendosje, Zoti Kurti është vendimarrja, Zoti Kurti është kryetari i qendrës, Zoti Kurti është ansambleisti i lëvizjes vetëvendosje dhe kjo nuk i bën dëm, nuk i bën derë demokracisë rreth por nuk i bën dera Zotit Kurti. Pra, e kam thënë kështu me ilustru me shembull, demokracia është pak edhe nuk është veç votë, veç numër, është edhe peshë. Pra është votë. A mendoni që ka pas interesim Albin Kurti të krijon institucione në bazë të veprimeve të cilat i kemi përcjellur nga nënshkurti deri më tani? Po nuk ka veprim më sheshas, edhe nuk ka veprim më i shëmtuar për vetë histori në rrugtimin politik të aktivistit politik Albin Kurti, se sa nata e përfundimit të zgjedhjeve në sheshin e Prishtinës, ku ai këtë oponent politik i qunë, hajvanat i qunë, nuk ka qenë vetëm adresimi ndaj mediave që i ka po. Pra unë këtu po bëj parafrazoj Zoti Kurti që këtë oponentëve politik ju ka thonë klantë Serbia dhe ju ka thonë hajvanat. Edhe krijoi terren të minun. Pra krijoi një terren të minun për cilën edhe unë me konë kryetari i cili do subjekt politik të opozitës. Ti nuk din cilin veprim me bë. E para, nëse këtu partit politik opozitare kishin dashur me të i kalu ngërçe, duke bë koalicione me lëvizjen vetëvendosje, prapë ju kish fatëru një ditë një kosto politike, do i thonë që sot i mirë janë këta. Unë ju kom thonë hajvanat, edhe këta prapë u bashkuan. Jo dini që ajo tha dhe mesira që neves atëherë nuk na ka zgjat 50 ditë, sot nuk na zgjat as 5 ditë. Pra, nëse e shikon këtë rrugtim të fjalorit politik të Zotit Kurti, normalisht që fajtori kryesor për këtë ngërç politik është ai. Edhe barra i bjen çdo herë atë fituesit, pra barra është e Zotit Kurti, edhe pse ne merrem me lëvizjen vetëvendosje me qeverinë është se ne për këtë arsye krijojmë institucione, cili kishte më qenë kuptimi i votës, kuptimi i zgjedhjeve. Kuptimi i zgjedhjeve është me zgjedh fituesin, edhe barra i bjen fituesit. Edhe në këtë terren politik çfarë ka Kosova tash u pa në zgjedhjet lokale për cilat ju keni tash këtë koloritin e fituesve në hartën e Kosovës. Pra harrohet që dikush do të më marrë 51%, po shohim që na shqiptarët nëse marrin 51% të votave nuk krijojnë demokraci. E tha që përgjegjës kryesor është Zoti Kurti sepse ka deportuar në çdo strukturë, në çdo nivel të subjektit të vetëvendosja. Lëvizja vetëvendosje ka një armat njerëzish, ka me qindra mijëra njerëz nga subjekte më të mëdha. Si nuk po dalin zëra,
kritik brenda lëvizjes vetëvendosje, edhe ta themi shumë thjesht, ti thojnë zoti Kurti, si kemi gjartë një numra, duhet me marrë dikën. Po që është gulfatja e demokracisë me në lëvizjes edhe ti the, unë e kam thënë rreshtas pa dasht me i ataku subjektet të tjera politike, po lëvizjen vetëvendosje një mirë. Lëvizja vetëvendosje ka një armat të tërë të njerëzve, të fushës të ekspertizës demokracisë. Po çka ka ndodhur kjo? Ka ndodhur se zoti Kurti me disa veprime duke i gozhduar disa zëra kritik më në organizatës, ju ka dhënë shembuj të tjerëve se nëse jeni ju këta shembuj që duhet me njekë, du ta keni fatin e tyre. Edhe çka prodhoi kjo? Kjo prodhoi edhe një njeri të padëshirueshëm për vetë organizatën, për vetë zotin Kurti, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Kosovës Demal Basha, një njeri totalisht pa integritet, një njeri që është shterr me zërin e tij nëpër studio televizive duke shoh lëvizjen vetëvendosje në momentumet kur lëvizja vetëvendosje ka pas nevojë për secilin zë, për secilin mbështetje. Madje ai ka qenë zëri më i poshtër, edhe më i paartikuluar, edhe më i paargumentuar kundër lëvizjes vetëvendosje në momentumet kur ne në 2017 për shkak ndarjeve që i patëm përplasjes, ka qenë kogja një sfidë e madhe për lëvizjen vetëvendosje që pikërisht jemi në aktivistat e lëvizjes për cilën e kemi kaluar sfidë. Edhe zoti Kurti po jep kësi mesazhe, edhe për me thonë me ilustrimin më të madh, edhe më të mirë, edhe me panoramën më të qartë për opinionin publik, është kjo. Se brenda lëvizjes vetëvendosje, nëse cili do qoftë, për marrë figurët më emblematike të saj për shkak të kaluarës, për marrë zotin Dehari, Baci Avni. Nëse Baci Avni sot ngritet në Këshillën e Përgjithshme propozon Libor Naleon, Glau Konjuncën, për shkak që Libuni ka zgjedhur një orientim tjetër politik, e propozon Glau Konjuncën për nënkretar të lëvizjes. Edhe Albin Kurti e jep një propozim me emrin të tham kështu me një figurë të cilën e ka kriju Gogol të masa Berat Bozhalën, unë jam shumë i sigurt se propozimi Albin Kurtit ka lënë, një propozimi Agjes Avni për Glaukën. A është kjo demokraci? Nuk është demokraci. Se demokracia është peshë. Pra, lëvizja vetëvendosje ka pas në rrugtimin e saj propozimin peshë. Çka ka bë tash? E ka bë numër, edhe ka bë servilitet. E ka ditur edhe zoti Kurti se kush është Demal Basha. Edhe historikun e tina, edhe profilin, edhe backgroundin e tij politik, edhe të gjitha. Pse mendoni? E propozoi pas kalimit të antarëve të qeverisë që ishin pozicionuar me një vendim partitë opozitare, por me Demarin, mendoj që ta vënë në Grack partitë opozitare, apo ishte me qëllim tjetër? Po, qëllimet e lexueshme, shakomujtueshme po është që kjo tregon që për mua, që ka një farë krizë me në lëvizjes vetëvendosje në emra. Pra cila është kjo krizë? Kjo krizë është që me gjithë ato emra të çmuar të aktivistëve, të njerëzve, të jetës publike, politike, akademike që ka lëvizja vetëvendosje edhe deri në propozim Demal Basha tregon një krizë. Pra është një krizë. Kjo krizë kur del në pa, ja lojmë kohës. E dyta është edhe një mesazh më ia tregu njerëzve, që thash se ky përqen mesazh. E treta, nuk ka njeri edhe politikan si zoti Kurti në sferën tonë politike që i njeh mirë personalitetet, edhe veprimet e veta, ose si me thënë, zoti Kurti nuk që thojmë na poptë, nuk gjun plom kët. Me thënë propozimi Demal Bashës nuk ka qenë kët. Kjo ndoshta ka qenë edhe me vendos në lajthit e partitë politike, po të ke fundit partitë politike po mendoj opozitare, po të ke fundit ti nuk je ai që jep llogari për partitë politike opozitare, ti do të më jep llogari një ditë për propozimin tënd, për situatën cilën e prunë këtu. Pra nuk është rastësisht zgjedhja e Demal Bashës, edhe lejmë këtë ta them për herë të parë, në ditën kur Liburni, unë besoj që shumë aktivistë kanë pa këtë situatë. Edhe besoj që kanë ditë me lexu, po është tjetër situatë pse nuk e thonë. Po çka kam lexuar unë me përveç kësaj që ka prunë jo rastësisht Demal Bashën, për arsye se pse bie Demal Bashën, lejo ta them kështu që politikanët kanë dëshmuar, sidomos liderët tonë politik, se dinë me i thy njerëzit e ndershëm korrez. Pra ka kallëzuar që
në zgjedhjet e fundit lëvizja vetëvendosje shumë aktivist edhe veprimtar edhe luftetar të drejtave dhe lirisë për shlirim e të burgosit politik nuk i ka zgjedh ky elektorat, pra ka shumë figura për cilat nuk janë rizgjedhur deputet, po janë zgjedhur njerëz të cilët nuk i kanë shërby publikës asgjë dhe kanë marrë 40.000 fjo vota. Tregon që liderët politik duan servil edhe duan njerëz të shantazhueshëm, e njerëzit këto pa dyshim, pa fijen e dyshimit edhe pa fijen e inatit politik ose diçka është Dimal Basha, shembulli më i keq i politikës tëna. Edhe dyta, zëri vetëm kritik pse u zgjedh Dimal Basha brenda organizatës, zëri vetëm kritik publik, që cilën e kemi pa, e kemi lexuar në të ishte ai zotit Aleo, libron Aleot, edhe çfarë boni Kurti? Kurti kur e pyetën në raport me deklarimin publik të zotit Aleo për Dimal Bashën, Kurti tha, ne i kemi kry punët e tona, tha na mbetet me vazhdu tutje, diçka ishte e tillë deklarimi i tij. Edhe çan boni rasim, se nuk është koincidencë, ai në propozimin e kabinetit të ri e propozoi në pozicionin e zotit Aleo e propozoi Dimal Bashën. Prapshkën më tej që një kryetar kuvendi i zgjedhur propozon për ministër më pas. Po propozon për ministër, po propozon edhe në vendin e Liburnit. Pra propozon Dimal Bashën në vendin e Liburnit. Dhe kjo është mesazhi që japin liderët politik në rastet kur ballafaqohen me kritikën po mendoj kur flasëm për kritikë, ne flasëm si kritika është një instrument i shnoshtë në emancipim politik i një shoqënie. Dardan, partitë ish opozitare, po thirrën tani, kanë bërë rezistencë në mos afrimin ndaj zotit Kurti pa marrëveshje, pa kompromise, por nuk kemi parë që kanë bërë veprime që nganjëherë të sfidohet zoti Kurti. Kemi po vetëm çdo herë pas veprimit të zotit Kurti kanë marrë veprime, po jo veprime të veta që me vendos para okte të krynë, si në formimin e kuvendit, po ashtu edhe të qeverisë me vënë afate kohore. Çdo herë kanë qenë pas veprimeve të Kurtit. Si e ke pa këtë? Po partitë opozitare realisht janë instrument shumë i rëndësishëm i shoqënisë, po ato nuk kanë arritë ende më liru prej grupacioneve dhe më liru prej asaj që në shoqëni e në organizimet politike ka shumë rëndësi, demokratizimi, reformimi. Pra, unë mendoj që është argument që partitë politike opozitare nuk janë liruar alon nga mendësia e robit. Edhe aty është i njëjti kontaminim politik. Pra, nuk ka zëra kritik, nuk ka garë, po ka servilizëm të madh, se cili ja bën argatin më mirë liderit politik, edhe ju shembulli më i mirë është që partitë opozitare e treguan në koalicionet në zgjedhjet lokale. Po jo është e pa çfarë çoroditje ndodh në këtë vend. Llogarit qytetari sot e vun qëndrimin e vet stoik për subjektin e vet politik, karshi subjekti tjetër edhe në fund vinë të koalicionet pa u të bu, pa u grumullu ose pa thirrë mbledhje, qoftë dega, qoftë se kanë organizimet e mbrëmshme tash politike, nuk e di, po bojnë koalicione në emrin e mbështetësve vetë ose antarësisë politike pa vetë antarësien. Edhe kjo tregon që është mjerim edhe demokratizimi, edhe reformimi, edhe vendimarrja, edhe roli, edhe veprimi i subjekteve politike. Pra, subjektet politike, opozitare, pikrisht kanë rënë në kurthin e strategjisë që ka kriju zoti Kurti në këtë. A kanë pas një lloj frike që ndoshta me marrë veprime konkrete për me sfidu zotin Kurti në këtë rast, një lloj frike kanë pas se ndoshta do të rritet zoti Kurti, lëvizja vetëvendosje, edhe gjithmonë kanë qenë vetëm këtë formën e rezistencës, nuk bashkëpunuam, por nëse nuk bashkëpunojnë, cila është ideja, cila është veprimi juaj? Po, pikrisht kjo tregon se partitë opozitare, liderët e partive opozitare, në momentin që shfaqin frikë, nuk janë të gatshëm që të ndërmarrin veprime të cilat krijohen në momentume. Pra së momentumi u kriju që me
me e kundërshtu këtë qeverisë, jo për shkak që udhëhet zoti Kurtës e lëvizjeve të vendosje, por për shkak që kjo qeveri në periudha caktuar ka pru shumë vendime përveç që janë dëmshme për vetë partinë për lëvizjen vetëvendosje për zotin Kurti kanë qenë dëmshme edhe për qytetarët. Po friga që kanë ata në raport me të kaluarën e tyne i ka penalizu që t'jenë zë kritik edhe kanë rënë në këtë kurthën që nëse ne veprojmë veç e rritëm zoti Kurti. Jo, tash nëse nisem edhe unë edhe ti, sidomos unë me boksi kalkulime, se a po mbështetet zëri kritik e argumentueshëm në raport me qeverinë Kurti. Realisht zot me qenë zëj se vërtetës si zëj i vetëm, dhe me thonë bejtësh vetëm. Me ka zë i turmave, merë pelqime, merë përkraje. Por nëse ne i shohim këtu në formën e kalkulimeve, ne sot jemi tamandishëm me pa se çka dhejtë këtë opinion. Pra, nëse je një Ardiana Matoshi që dele talësh, ose nëse je një gjithmonë po flas në veprimet politike të këtyne protagonistëve që flas, ose nëse je një zë si e do në Lalloshi, pra i merë 40.000 vota, nëse je një zë kritik, si Dardani ose një aktivist tjetër ose si Liburni ti shohësh në opinion. Edhe shohësh në zhargonin më të keq të gjuhëve që nuk i dëgjon na asnjë gjuhë tjetër të botës. Partitë politike opozitare nuk duhet me po këto si kalkulim, po duhet me po si e drejt, si argument. Një kauz që të cilën absolutisht, ta zëmë rritja çmimit të energjisë elektrike, shumë vendime që cilat i ka marrë tash kohët fundit me edhe pse ne e dim që qytetari ka nevojë për secilin euro që ja jep shteti, po nuk janë, si me thonë, nuk janë shembull i mirë demokracisë. Partitë opozitare përveç që kanë rënë në Grockën edhe në Grockën e vetë të asaj që kanë përgjegjësi para elektoratit vetë. Se edhe elektorati i partive opozitare ju ka bërë shtytje se ju një fajtor për cilët e keni prunë këtë gjendje, ju një fajtor për cilët po krijoni kësi lista, ju një fajtor pëse po krijoni kësi përfaqësues, ju një fajtor për shkak që spemani diskursin, edhe partitë opozitare kanë po në organizimin e vetë, vetëm përfitimin e vetë, se a do t'jenë në lista për mos zgjedh, deputet, kryetar komunash, edhe për ata që s'kemi ne opozitin, jemi në këtë ngërsh të madh politik, se dhe jam ishta përmbyllën, se nëse kemi parti opozitare të guximshme, ne mujmë me diskutu tash ndoshta ki pyetje, kishin me e votu zotin Konjufca për kryeminist. Edhe pak ditë kanë mbetur afate kohore që të votohet zoti Konjufca apo jo. Ka qenë një deklaratë e zotit Kurti shumë interesante. Ku lideri i lëvizjes vetëvendosje, i cili ka propozuar zoti Konjufcën, deklaron kështu: nëse doni Kurti 2.5 deri në dhjetor ose Konjufca deri në prill. Një kryetar i një subjekti i cili ka propozuar një mandatar, qeverinë synën deri në prill. Se e keni pa këtë deklaratë, do me thonë se nëse ja jep mbështetjen lideri i subjektit, thotë Konjufca do të ketë 4 vjetë. Edhe nëse nuk do të ketë, ai do të promovon para opinionit që duhet të kenë një mandat qeveritar. Vetë lideri i lëvizjes vetëvendosje tregon Konjufcës që edhe nëse zgjedhësh deri në prill. Se e keni pa këtë? Unë kështu e kam pa dhe kështu e kam deklaru. Kam thonë me zgjedhjen e zotit Konjufca si kryeministër, shoqëria tonë bëhet një nder i madh, për arsye se në këtë shoqëri bin mitet, edhe dëshmohet se Kosova ka djem edhe vajza se mund qeverisin e më mirë se zoti Kurti. E për këtë jam i bindër padyshim në zotin Konjufca. Pra, kjo që ka po zoti Kurti, pikërisht ka qenë Gracka që partitë opozitare s'po dinë sot me përdor. Se po, llogarit sa e shëndetshme kishte me qenë për demokracinë, ta zëm cili do lideri partive opozitare, qoftë zoti Krasniqi tash i s'është më, qoftë zoti Lumir Abdigjiku që është kryetari i LDK-s apo zoti Haradinaj, me dalë me thonë po ne do ta mbështesimi, do ta votojmë, edhe jo 2.5, po Konjufca ne ose Konjufca 3. Edhe këtu tani fillon me u shpërfaq edhe
vendimi i zotit Kurti pse e ka nominu zotin Konjumca për mandatar, po edhe roli opozitës, kuptimin me e zgjedh ngërçin politik. Nuk e di sa nes po kemi edhe fort gazetarë hulumtues me i pa këto veprimet politike për cilën te ke pa shumë mirë, po ne kam pa që shumë pak deputet, televizit vendosje, shumë pak aktivist e kanë shpërnda edhe kanë bë thirrje që më votu zoti Konjumca. Kjo është një ning për cilën unë e di, po është një ning për cilën atë tjerë duhet me pa se çka s'është në rregull me këtë 2.5. Po është edhe një element që nuk duket edhe pse ka qenë prapë them propozimi i zotit Kurti. Zoti Konjumca që thotë ne nuk do të kemi bashkëqeverisje me asnjë subjekt politik, por që kundër zoti Konjumca me votu. Do të thonë në një farë forme që mos afrohej sepse ne jemi të interesuar. Të njoh zotin Konjumca dhe edhe në anën tjetër të njoft mirë opinionin tonë publik që nuk dën me ditë të vërtetën, po e tham kështu me qenë se nuk jam peng i askujt, se me kanë peng i dikujna, njeri nuk mundet me u shprej kaq lirshëm kuptimin edhe të kostës politike. Zoti Konjumca është një politikan shumë i emancipuar, një politikan që më shumë dëgjon se sa flet. Edhe një politikan që i natet edhe luftat politike personale nuk ekzistojnë në mendjen e tina. Zoti Konjumca madje jam shumë i sigurt që kur në asnjë pozicion, qoftë politik brenda organizatës, qoftë institucional brenda qeverisë, nuk ka bën propozim as me zgjedh shoferin e vet. E le madje këshilltar. Edhe kjo është një kosto që një ditë ko me pagu zoti Konjumca, për arsye se unë pa ta bo një fashkrimi para disa kohë se nëse nuk foli pari në organizatë duhet me foli dyti. Pra, zoti Konjumca ka ashtu për shkak që ai ka një diapazon më të gjatë të asaj se çka sheh në politik, shumë herë i fatërohet, po është gabim me konsideru qoftë Kurti, qoftë partitë opozitare Konjumcën si një vegël ose si një mjet që mund ta përdorë dikush. Mendoj që zoti Konjumca është personaliteti më i dinjitetshëm në skenën tonë politike. Pra, një personalitet politik që ka dëshmu qenurit ushtrues detyrë presidentit, qenurit kërkuvendar, qenurit ministër i punëve të jashtme, se përfaqëson atë që shumë politikanë nuk e përfaqësojnë, po përfaqëson dinjitetin, profesionalizmin, jo i natin politik, parafrimin, edhe këtë ka dëshmuar edhe në shembull praktik. Ishte zoti Kurti i cili shkoi një shembull praktik që shkoi vetëm në kryeshëndosh të të prindit të zotit të presidentit Thaçi. Edhe për këtë pjesën e parë politike, besoni që do të ketë qeveri Konjumca? Kur pa ta pyet një herë profesor Xhep Mejdanin, ishëm në Universitet Veror në Vlorë për analiza politike, tha po të lutem, tha të shqiptarët mos bë analiza politike. Thash pse profesor? Tha po aq që jam ndjek, tha kam qenë unë, tha kur tha një s'kisha besuar që zoti Ilir Meta tha do të hynë koalicion me Sali Berishën, edhe kur zoti Meta hyni në koalicion me Berishën ishin në momentum ku ai në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë pat një kacafytje gërditshme, të mërshme për opinionin publik, por edhe për kostën e tij politike me në atë kohë me zonën e nderuar Zafina Topalli. Nuk i besoj këtyre subjektëve politike me thonë dorën zemër asim se me qenë se demokratizimi është shumë i brisht mrena gjitha subjekte politike në vendimarrje, edhe përderisa asnjë lider i subjektit politik nuk e çon kokën se çfarë pengesa mundet me pas qoftë në kryesi, qoftë në këshill të përgjithshëm, gjithçka është e mundur mrena 24 ore, shumë kombinacione mujnë me ka. Ju ko e dini që na jemi edhe në këtë ngërçin edhe pas disa muajve të zgjedhjes së presidentit. E këto kombinacione, e këto ambicje të politikanëve mujnë me që me votu zoti Konjumca. Po mendoj që
kësaj skene politike, sidomos partive opozitare, ju është dash me majt një qëndrim stoik që me kriju një standard politik. Pavarësisht kostës, se ti në politika se merr edhe privilegje, po merr edhe kosta. Tash, lider politik kanë këshilltar, kanë struktura për me ditë se cili është veprimi, kanë matje, po mendoj që partit opozitare i shdosh një zëri me votu zotin Konjufca, po jo blanko kështu. Po me sfidu, se demokracia ka këto regla, sfida zotin Kurtin, kuptimin e kabinetit qeveritar, kuptimin e buxhetit, edhe me votu si mandatar edhe si kryeminist për 4 vjete. Nëse dënë me rëzu zoti Kurti, mos me lanë këtë 2.5 me shku të ri, atër del në pas strategjia ti që zotin Konjufca pas ka përdor për një kohë të shkurt për planet e ti. Dardan, po kalu me një tim tjetër pakso, e vetëm që ke qenë idhëtar edhe mbështet i kauzës kombëtare të Shtrisë Kombëtare të Kosovës, tani fundi vitit duket që do të jetë është shumë i nxehtë edhe në aspektin e tribunalit apo dhomave të specializuar të Hagës, ku ka mbetur edhe një dëshmitar. Të dëshmar në palën mbrojtëse është Wesley Clark, kemi pa dëshmitar të palës mbrojtëse të zotit Thaçi, edhe kanë marrë jehun deklaratat dëshmit e tyre. Si e keni pa këtë proces dhe çfarë pritni? Duket që ka zhvillime interesante tani. Po, procesi prej themelimi së gjykate ka qenë një gjykatë e kontaminuar, një gjykatë me fabrikime, një gjykatë që më spokti ka dëshmu për drejtësi. Pra ju si që dini, si që kemi pa, gjykata speciale ka dëshmu tash më sheshës që ka shkel parimin bazë të drejtësisë. Parimi bazë i drejtësisë është se në një procedurë penale duhet janë 3 palë të asaj procedure. Pra i panderi, këtë rast që janë kërët e UÇK-s, gjykata dhe prokuroria. Çka ka dëshmu kjo gjykatë deri më tash, që fakt është veç një palë. Bile palë më e keqe se sa fabrikimet që i ka paraqit si prova prokuroria, u tregu gjykata. Pra, këtu nuk janë 3 palë, janë veç një palë. Prokuroria dhe gjykata janë bashkë. Duke po këto shesha se çka ka bëu gjykata, me dhënë një përfundim, është një përfundim për cilën ti ki një farë baze profesionale në krejtë praktikën juridike, gjykatave që kanë ndodhur në shumë vende, për cilat unë kam lexuar shumë vendime të shumë proceseve gjyqësore. Realisht kjo është një farë makinacioni, kombinacioni, një farë strategjie që në fund me shpall fajtor. Se ndryshe nuk ka kuptim. Në anën tjetër, se çka kanë dëshmu protagonist kryesor të vendimmarrjeve më të vështira në kohën kur Serbia është bombardu, unë e pres lirimin e tyne. Përveç që lirimin e tyne me cilin do proces e pres. Për arsye se jam një ndër protagonist që e njoh mirë se çka u bën në luftën tonë shërimtare, si kemi vepru, si kemi organizu, çfarë situata kemi rrugtu, si kemi përballu. Absolutisht, nëse kishte me pas drejtësi, jam i bindur plotësisht se këta janë të pafajshëm, edhe pres lirimin e tyre. Po në këtë, do me thonë, çka ka bo Serbia dhe realisht si është kontaminu pak edhe opinioni, qofti jashtëm, qofti mbrëmshëm, është këgja keq. E aja çka duhet ta them se për opinionin tonë, do me thonë për qytetarët e tonë, për arsye se ne këtu jetojmë dhe këtu veprojmë, është se shumë njerëz, qoftë të botës politike, të skenës politike mbrana Kosovës, qoftë institucionale, qoftë avokat të cilët e kanë diskutu edhe i kanë komentu këto deklarimet e palës, dëshmitarëve të palës mbrojtje, nuk e kanë kuptu që në këtë lojë nuk është në momente dhe arena me tregu edhe me tregu botës për historinë e lavdinë e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Atë e dim. E dim se cili ku ka qenë atë çka ka bën. Në atë arenë është me fitu luftën. Edhe nuk ka rëndësi rregullat e lojës aty, ka rëndësi fitoria. Neve na intereson fitoria në atë arenë.
Nuk na intereson historia mi tregu se jam shumë i bindur se secili e din historinë edhe lavdinë edhe çmimin që ka pagu populli jonë për liri dhe shërim. Mendoj që qytetarët tonë i bëj thirrje edhe jam ndoshta njëri ndër më të zëshmit që tham që kjo që bën pala mbrojtje është strategji. Aty nuk ka rregullat lojës. Është sikur futbolli, kur ti ke hime një fushë edhe ti ka dhënë qysh fillimin edhe sortin e lojës, ti ka dhënë 3 kartona të kuq pa pas nevojë. Do me thotë pa pas shkas. Edhe problemi është me rujtje rezultatin edhe me rujt fitoren. Nuk ka ma aty rregulla. Aty mbrojtja ka bën një plan të mirë. Edhe qytetarët e tonë do ta shohin më vonë. Pra gjykata speciale ka dëshmu sakt që është e padrejtë, edhe rregullat duhet me njek sipas terrenit që është do bë aty. Do me thonë që është duke u zhvillu në atë gjykat. Jam shumë i kënaqur edhe i fakt edhe pak i befasuar edhe i surprizuar me këtë qëndrim të dëshmitarëve, e sidomos të zotit Rubin edhe tash të Hillit. Po e dim se Hilli është ambasador në Shtetet e Bashkuara në Serbi edhe shumë herë tash jam i vogël me gjyku diplomacinë amerikane edhe besoj që dhe jemi edhe të gjithë vogël me gjyku planet se nuk është diplomacia amerikane që thot jo një fjalë, po një shkronjë nuk e thot kat. Po zoti Hill si ambasador nëse shikoj me këtë diapazonin ton të politikës ka qenë gjatë destruktiv edhe jo mbështetës i Republikës. Që në këtë dëshmi ka dole krejtësisht. Po kjo është që na jemi të vogël me pa, se ne dim edhe në historitë e luftave, në historitë e luftave të ftofta dhe në historitë e konflikteve, se shumë herë diplomacia amerikane është ajo që diçka tjetër thot, diçka tjetër vepron. Ne kemi pa që është plot kjo diplomaci që në 98-ën ka thonë që UÇK-ja po edhe është bën lati kryesor. Edhe një për opinionin publik, unë kam thonë me një studio është më rëndësi, me thonë që nuk ka shtab brigadës. E mos flasëm në shtabin e përgjithshëm të Shtetit Shqiptar të Kosovës, se na kena këtu, se i përket gjykatës speciale kena të akuzuarit që tash mohen si antar të shtabit qendror. Do me thonë nuk është rastisht. Antarët e shtabit qendror dhe antarët e shtabit të përgjithshëm. Po nuk kam pas, unë e di vetë kam taku oficerë amerikanë, cilët ne pas ardhjes të SB-s i kemi pas, kanë qenë Pagarush, kanë qenë Dragobel, kanë qenë në Maleshev, kanë qenë në Dranovc, në çdo takim, në çdo aktivitet, në çdo betejë. Kjo na ka ikë përmendje, po një dhe protagonist kryesor që mundet me tregu këto, kishte me qenë Sokol Bashota, edhe se kemi një burr të madh këtij kombi Adem Demaçin, po pjesë e kësajna që i din pak a shumë është edhe zoti Kurti tash, cilën e kam pa në atë kohë edhe në Dragobelën Pagarush. Dardan, faleminderit për kohën dhe opinionin që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit Rasim, ju uroj gjithë mbarat. Shpresoj që kemi arrit me mbulu një mozaik të këtyre ngjarjeve, të cilat na kanë përcjell këtë vit edhe po jemi tash në fund vitin e 2025. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.